pas ngjarjeve të cilat ndodhen në Koçan këto ditë dhe për të cilat të gjithë ishim dëshmitar, unë si iniciativë, duke ditur se do të kem përkrahjet pa rezerveve nga ju të gjithë këshilltarët, iniciova deri te kryesuesi i Këshillit të kemi këtë seancë të jashtëzakonshme, ku kam propozuar një shumë, ta them, simbolike për 1 milion denar, si ndihmë për të gjithë viktimat dhe të gjithë ata të cilët pësuan dhe kësaj ngjarje tragjike. Me këtë, bashkë me ju të gjithë ne si një trup, të dërgojmë një mesazh solidariteti dhe mbi të gjitha një mesazh uniteti i cili na duhet më tepër se gjithmonë tani. Besoj se kjo pikë do të kalojë unanimisht dhe bashkë me ju do ta ndajmë, themi, dëshpërimin të cilën e kanë ato familjarë, sepse ashtu siç thonë, gëzimi i ndarë është gëzim më i madh dhe dëshpërimi dhe pikëllimi i ndarë është pikëllim më i vogël. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që ju përgjigjet kësaj thirrje sot dhe shpresoj që në të ardhmen të mblidhemi veç për iniciative dhe projekte të mira. Ju falenderoj.